Kreu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi deklaroi se raporti OZBJ-Odirit evidenton shkeljet e parimeve të barazisë së palëve në garë dhe thekson se zgjedhjet u zhvilluan në një mjedis të polarizuar ku kandidatët nuk gëzuan mundësi të barabarta. Pasur parasysh gjetjet dhe konkluzionet e raportit final të OZBJ-Odirit për zgjedhjet parlamentare të 11 maj 2025, veçanërisht ato që lidhen me shkeljet e parimit të barazisë së palëve në garë, vlerësojmë se është detyra jonë si deputet kuvendit të Shqipërisë që të iniciojmë dhe nxisim debatin parlamentar për problematika, mangësitë dhe standardet e proceseve zgjedhore në vendin tonë, si një kontribut edhe për punën e Komisionit Parlamentar për realizimin e reformës së zgjedhjeve të miratuara rishtazi me konsensus ndërpartijak. Demokratët theksojnë se nuk do të njohin kurrë rezultatet e zgjedhjeve të 11 majit, ndërkohë që pak ditë më parë mazhoranta rozoi kërkesën për ngritjen e një komisioni hetimor për të njëjtin proces. Partia Demokratike synojnë që mocioni parlamentar të shërbejë si platformë për të adresuar mangësitë e procesit zgjedhor dhe rritjen e transparencës në të ardhmen.